Rinumërimi I kutive të votimit në qarkun e Fierit solli një surprizë të vogël, por me pasoja të mëdha për kandidatët. Nga 586 kutit e hapura dhe numëruara sërish, mandati I deputetes socialiste, Zëqin Çaushi u rrëzua, pasi ajo humbi 48 vota nga numërimi më parshëm. Ndërkohë, kandidatja tjetër e Partisë Socialiste, Maldrita Baro, përfitoi nga rinumërimi dhe u shtua 26 vota, të cilët ishin të pamjaftueshme për të kaluar Çaushin dhe për të shpallur fituese e mandatit me vetëm 10 vota diferencë. Në raportin përfundimtar, numërimi nuk ndryshoi ndarjen e përgjithshme të mandateve mes partive, por lëvizje të vogla I dhan fundgarës për një deputet. Nga ana tjetër, koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet I Adriatik Lapajt nuk arriti të marrë mandatin e deputetit, edhe pse synonte të rrëmbente atë nga Partia Socialiste. Gjatë rinumërimit, PS-ja forcoi pozitat me një shtesë prej 30 votash, ndërsa koalicioni I Lapajt humbi 8 vota. Në total, koalicioni I Lapajt do të kishte nevojë për 519 vota shtesë që të përfitonte një mandat në Fier, gjë që nuk ndodhi. Po ashtu, Partia Demokratike posoi humbje në vota me 147 vota të zbritura nga rinumërimi, duke u rënditur edhe në këtë qark si një prej subjekteve më me shumë vota të pavlefshme. Lëvizja Bashk I u zbritën 12 vota, koalicioni Djathtas për Zhvillim dhe Partisë Mundësia nga 3 vota secili. Nga ana e tyre, PSD-ja e Tom Doshit fitoi 8 vota shtesë, ndërsa koalicioni Euroatlantik I Lulzim Bashës ju shtuan 3 vota të reja. Ky proces I rinumërimit, edhe pse nuk ndryshoi thelbësisht rezultatet për partinë, tregoi rëndësinë e çdo vote në garën për mandate deputetësh.